Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në Kafe Sheto edhe për ditën e sotme në këtë të mërkurë të mrekullueshme të 4 shkurtit. Ku si çdo mëngjes do diskutojmë për zhvillimet më të fundit politike, sociale, ngjarjet më të rëndësishme që po komentohen në vend. Faleminderit që keni zgjedhur Syri Televizion ose nëse po na dëgjoni nga radio në 89.8 MHz në Syri FM. Po ashtu ju rikujtojmë që jemi gjatë gjithë kohës live streaming në YouTube dhe në syri.net me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe jo vetëm, ku po ashtu mund të ndiqni live edhe aty në një seksion të vogël ku lexon live. Më herë pa humbur kohë, doja t'ju njihja me zhvillimet më të fundit që na përcjell redaksia jone e informacionit. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, akuzoi kryeministrin Rama dhe mazhorancën socialiste se po bën një grusht shteti, duke bllokuar heqjen e imunitetit për Ballukun. Ndërsa paralajmëroi Ramën mos të kërcënojë gjyqtarët dhe prokurorët, Berisha bëri një tjetër denoncim të fortë në kuvend, duke akuzuar Ergys Agasin si organizator të vrasjes në aeroportin e Rinasit. Ultimatumi që mazhoranca i vendosi opozitës për reformën territoriale duke kërcënuar me ndryshim të formulës së Barazis, nxiti debatet ashpra në kuvend. Bashkëkryetari i opozitës në këtë komision, Luciano Boçi, e cilësoi të turpshëm ultimatumin e socialistëve, ndërsa theksoi se Partia Demokratike nuk e ka bojkotuar komisionin, por mbledhjet kanë qenë të njëanshme dhe pa dakordsi. Ndërkohë Partia Socialiste refuzoi të heqë nga rendi ditës votimin për zhbërjen e barazisë së komisionit, duke i lënë opozitës afat deri në mbrëmje për të vendosur. Interpelanca e thirrur nga deputeti i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, me ministrin e Drejtësisë, Besfort Lamallari, solli debate në kuvend për arrestimin e dhunshëm dhe trajtimin njerëzor të Metës në Qeli. Blushi i kërkoi Lamallarit të jap llogari dhe sqarime për raportin e avokatit të popullit që fakton shkeljet e të drejtave të njeriut për Ilir Metën. Ministri Lamallari mohoi akuzat dhe gjetjet e avokatit të popullit, duke thënë se nuk ka pasur shkelje me Metën dhe është trajtuar një lloj si të tjerët. Deklaratat sollën reagimin e Metës nga Qelia, i cili i kujtoi Lamallarit kushtet e papranueshme në Burgja. Gjykata kushtetuese e la sërish pa vendim ankimimin e Ramës për Ballukun. Mbledhja nuk arriti të dilte në një vendim, duke shtyrë kështu çështjen për një seancë tjetër. Kjo ishte hera e dytë që trupa e gjyqtarëve mblidhej në dhomë këshillimi për këtë çështje. Sipas prokurorit të SPAK, Dritan Prençi, qëndrimi i Ballukut në postin e zëvendës kryeministres dhe ministres, si vendimi dhënë nga gjykata kushtetuese në dhjetor të vitit të shkuar, ka ndikuar për keq në hetime. Bashkëpunëtori Nuredin Dumanit, që më vonë u kthye në armik të tij, ka dëshmuar në gjykat kundër dosjes Plumbi Art. Hoxha në dëshminë e tij ka rrëfyer njohjen me Nuredin Dumanin, planet për të vrarë Altin Docin, si dhe ekzekutimet e vëllezërve Haxhia dhe Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis. Henrik Hoxha, bashkëpunëtori Nuredin Dumanit, ka rrëfyer për 2 ngjarje që tronditën Durrësin në vitin 2020. Së pari vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis dhe së dyti vrasjen e 2 vëllezërve mirëditor Haxhia pranë mbikalimit të Shkozetit. Shtatë autorët e atentatit në Ril të Lezhës u prezantuan si polic, ndërsa ishin të armatosur me armë dhe shkop bejsbolli. Mes autorëve dhe 2 personave në Berberhane ka patur përplasje me armë zjarri. Objektivi i sulmit me Rando Nikula, i cili u plagos në këmbë, dhe 3 autorët e identifikuar të ngjarjes janë në kërkim nga policia, ndërkohë efektivi Besart Kovaçi është arrestuar për shpërdorim detyre, pasi ka qelluar me armë drejt agresorëve dhe mbetet i paqartë roli i tij. Mirëmëngjes, zonë zotëri, edhe nga unë rikthehemi në studio, miq të dashur, live këtu në Kafe Sheto në Syri Televizion, në Syri FM 89.8 MHz dhe në të gjithë platformat online. Miq të dashur, do të rikthehemi sot për një ditë tjetër
me ngarkesa, me zhvillime të forta, por mbi gjitha me një pyetje që duket se po i rrotullohemi të gjithë dhe ende nuk po ndalojmë aty, a është e mundur qeveria teknike? Oh, sa interesante, më pëlqen shumë kjo temë. Mirë presim edhe opinionet tuaja në 069 27 22 27 është numri i telefonit, nëpërmjet mesazheve ose telefonatave. Kështu që na tregoni pak miq të dashur, është e mundur, si është e mundur dhe qëndrimet e ndryshme që kanë mbajtur të gjithë faktorët opozitar, ata që janë opozitar, ata që bëjnë sikur janë opozitar dhe ata që duan të jenë opozitar, edhe pse kjo karamelja e qeverisë teknike duket se ka kaluar në përgojët e të gjithëve, përfshi edhe vetë më të pa interesuarin për qeverinë teknike, për kryeministrin Rama, i cili ka bërë ca prova generale për qeverinë teknike. Ke parasysh me atë që donte typte, hypi, sypi, do hypi, jo kjo s'do hypi, kështu gjërash, domethënë. Ndaj miq të dashur, është e mundur qeveria teknike dhe mbi të gjitha të cilat do të jenë avantazhet e saj. Ne në fakt pak para zgjedhjeve të përgjithshme në Maqedoninë e Veriut kemi shkuar atje dhe kemi intervistuar protagonistët e jetës politike në Maqedoninë e Veriut, shqiptar dhe jo shqiptar, për të parë se si në fakt funksionon të vërtet konsensusi i gjitha palëve për qeverinë teknike, cilat ishin specifikat, teknikalitetet, do të ndjekim atë material pas pak, megjithatë jemi më të interesuar për qëndrimet dhe për idetë tuaja, sigurisht për qeverinë teknike, se fundja këtu do botojmë. Dhe mbi gjitha si na shmangen disa nga defektet tona më të mëdha, disa nga kleçkat më të mëdha zgjedhore që kemi. Kleçka që ndryshe nga ne Kosova i ka zgjidhur. Vërtet. Dhe mbi gjitha, vetëm për ca trafikime të vogla votash brenda partive, pra vota që nuk ndikonin në rezultatin final, ata e zgjidhen vetëm në një rajon, siç është jugu i Kosovës, rajoni i Prizrenit, e zgjidhen me 110 arrestime. 110 arrestime. 110 arrestime, ndërsa ne nuk kemi 110 arrestime në të gjithë historinë e zgjedhjeve nga 90-a e këtej. Ata pse kishin rregulluar ca vota të brendshme që një kandidat ditën çik më mirë se shokët e partisë, 110 veta në kokër të burgut. Në kokër të burgut, njerëz, siç na pëlqen. Ai është vendi jon i preferuar. Dhe në rekord duhet theksuar edhe kjo absolutisht. Po patjetër. Ndërkohë duket se nuk është edhe aq idilike situata dhe aq më pak teknike në kampin socialist, ka një betejë të vogël. Ka një luftë që ka filluar, duket sikur e bën Erion Braçe, por në fakt ai është thjesht zëdhënës i një grupi pak më të gjerë socialistësh dhe ka një luftë me këtë kabinetin e ri qeveritar, sidomos me këto Zarat e Belindës. Po përplasin aq keq o Greta. Po zdjen aq ashpër. Megjithatë ja ta shohim pak video numër 2. DOS, se i kemi marrë kështu staf të ri. Nga Filipinet, po, punëtor nga Filipinet. Duhet mësojmë dhe gjuhë të re. Po, do mësojnë shqipen ata, po sa të mësojnë shqipen e i themi për video numër DOS. Qenë procesi rregulluar me rregullore. Kërkesat për marrje informacioni. Tani janë të dy instrument të kontrollit të qeverisjes. Ka institucione që nuk përgjigjen, ka institucione që ti i pyet për vezë të përgjigjen për bomba. Jo për vezë, s'të kthejnë përgjigje kur. Dhe më e keqja është ndërpresën dhe komunikimin. Tani kam me tatimet korrespondencë të fundit që më datë 21 nëntor. Dhe nuk kthen përgjigje, refuzon të kthej përgjigje. Pse se si pëlqen ajo që i them unë këtu? Po punë e madhe shumë. Se si pëlqen. Të kthej përgjigje për aty që pyetet. Kështu besoj ta ankohen edhe ty Greta, kthej përgjigje, pse s'kthen përgjigje? Jo. Patjetër. Nuk e lër në këtë pikë komunikimin, besoj. Asnjëherë. Pra, sqaro me njerëzit. Duhet të sqarohesh me një telefonues në fakt që e kishim në linjë. Edhe para pak, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se vini. Mirë se vjeta. Qeveri teknike po dishte Edhe një? Qeveri teknike, në gjendjen politike që në Shqipëri, sigurisht Maqedonia, Kosova, Serbia, Malizi, morën këtë rrethete shembull. Okej. Pra që ta kuptojmë, nuk është se je fan se ides.
Nuk e kemi më zotrin, po nuk ishte fancy ides. E përshëndesim, ndërkohë e dëgjova në linjë që kishte edhe telefonant tjetër, kështu që le ta mirëpresim pa humbur kohë, jepi regjia telefonantës tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Do japësh apo jo? E mbyllim, e përshëndesim, ecim me tjetrin, pa humbur kohë. Këta të huaj që vinin si Lajçak dhe Fleckenstein, kur vinin vizita në vend, flisnin për korrupsionin. Dhe na thonin sa femra të bukura që keni. Ka plasur ky skandali i Epsteinit ose Epstein, ndërsa Stein thonë dhe njollës, më duket, ë? Njolla që të vjen nga Epshi, është shumë e bukur. Ky Lajçaku ka lënë kokrrën e namit dhe më duket se do na ikin gjysma këtyre europianëve që kishin me qejf të flisin me këtë Epstein. Ndërkohë ka qenë një ditë e gjatë dje në kuvend, miq të dashur, ka pasur disa zhvillime të tjera interesante. Edhe Ulusiu ka folur pak me Korreshin, me Treshin. Ne kishte munguar. Ulusiu apo Korreshi? Të dy. Të dy. Treshi. Mi po kur ky gjitha shembujt i merr me Lushnjën. Por unë dua t'i kujtoj zotit Korreshi që Lushnja ta ndroi kanalin, mos shohë filma në YouTube, sepse Lushnja nuk është më ajo e koncert, filmit koncert vitin 36. Është Lushnja që nuk dua të hyj në domenin e ministrit bujqësisë, Lushnja që sot ndoshta në eksportet që kemi në bujqësi sjell në buxhetin e shtetit diku ke 500 milionë euro. Wow. Të lutem, 500 milioni. A për llogaritin ato që eksportojnë po na kthehen mbrapsht? Jo. Sepse kanë pesticide. Megjithatë, ajo që po mendoja ndërkohë që fliste Ulusi Manja, ishte që dakord, Korreshi mund të jetë pak i bezdisshëm me pjesën e Lushnjës, po është deputeti i Lushnjës dhe shumë mirë që flet për zonën që e ka zgjedhur. Ulsiu i kujt qarku është deputet? Se për herë të fundit gjithë mbaj mend te dosja 184 në Dibër. Po pastaj nga shkoi. Nga qarkulluesi, nëse ju kujtohet, kanë pas këto të PS-s, kanë pas një kanë qenë si mjekët popullor. I dilte nami në një qark. Mblidhin trajsat edhe hop ke qarku tjetër. Ku do vete shtëpinë me vete. Ashtu, për shembull, të kujtohet, po ka qenë një periudhë ishte Mimi Kodheli dhe Eduard Shalsi në Kukës. Kukës? Në Kukës. Pa lidhje, e di, po në Kukës shkoj. Atje. Ojta Xhaçka për shembull që ka ndruar qaq. Rama vet i Durrësit. Jo, Rama vetëm Vlorë. Jo, pse? Pritë ishte i Durrësit, i Tiranës. Ka qenë deputet edhe i deputet Shëtitës, nuk duket, po deputet Shëtitës edhe Rama. Pëlqen shumë kjo deputet Shëtitës. Deputet Shëtitës i merr dhe hallet e qytetarëve me vete, i humbin ca rrugës dhe prandaj harrojnë dhe nuk i zgjidhin. Po janë shumë, është peshë goxha e madhe. Janë ndërkohë. Kemi një telefonant në studio. Për qeverinë teknike kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesit, respekte për dy ore, edhe asaj blonjatës. Faleminderit, zotri. Se na Vlora flasun. Po mirë, shumë mirë. Na Ajka e Vlorës. Nga Ajka e Lagja Vlorës? Partizani. Aty është Ajka e Vlorës? Po aty është Lagja Partizani, ore, ka 510, 610, qatë lodhi. Se ka pas Partizani që para 500 vjetës, E një mirë Vlorën a, qysh. Ka pas Partizani që atëre? Pa tjetër, Dua në të Vlorë flas. çdo gjë. Po lagja me madhe, Lagja Partizani është, ti vo Flori. E kuptova. Jo, se dje që ishte pas Partizani Jo, që në kocë këtë do të them një diçka. Jepi. Do të them një diçka për Lagjën Partizani. Hajde një. Ta flasë. Plase. Shuze. Ai që u vra me avion tutje, me avion, dëgjon pak me vëmendje. Aha. Që era me avion, kyna, e harrova emrin. Edhe erdhi Lagja Partizani për Partinë Demokratike. Edhe erdhi një fukaresh që tha, digji këto roba këtu, tha, se do t'i blej unë të rea, tha. Do t'i blej unë të rea, digji, tha, një fukareshës. E kupton? Pandaj them una, Lagja Partizani, ase për shëlloj fare. Fare, vetëm për vota e duon. E kuptoj. Vetëm këtu respekt e ka lënë këtu, vetëm Bujar Lesa ka lënë respekt e këtu. Në këtë Lagje Partizani. I ka respektuar, ka gjemë bukëdhënës, i ka futur edhe në punë. Okej. Ai fesnik, po dua të bëj një pyetje tyja të rrezikshme. Dua të bëj një pyetje shumë të rrezikshme tyja. Unë kam qejf ta marr Saliu. Çfarë do na bëj Saliu ne për shembull?
po e mori Saliu? Kam përshtypjen. Si thua, do na ja pa ta them unë. Si fillim, teknikisht, si pyetje, është për Alfred Lelen kjo, tamam. Ja. E dyta, po pyet pa, am pyete. Po. Apo ta them unë tash çka kam mundur me që pyete. Si fillim tash është pyetje për Alfred Lelen, që është zëdhënësi i Partisë Demokratike, shefi zyrës shtypit. E dyta, me hamendje, ajo që mund të them është që oferta besoj e Berishës duhet jetë dhe i bie tjetë e njëjta e 11 majit. Kështu që programi 11 majit vazhdon të mbetet premtimi kryesor i Berishës nëse e merr edhe Partisë Demokratike. Edhe do me Luk Floridi, ë? Urdhro? Do me Luk Floridi. Po sigur s'ka qenë ky premtimi, më duket. Se mbaj mend. Dëgjoj. Këtë qenë. Dëgjoj të themi fjaluna. Hajde njërë, thoma. Ashtu dhe do ta them këtë, do ta mbyll. Shqiptari, po ngret me pozit, nuk pyet më për jashtë atë. Pyet për qellën e tij të hajde, të ngopet dhe të kënaqet. A sa bukur e thash, ore, sa bukur e thash. Ku pyet shqiptari më, po ngret me pozit, bërë dhe papan e tija. Do të di më shqiptari më. Po s'janë kështu që qitaret. E kanë kryuar. Përshëndesim mikun ton nga Lagja Partizani. Ishte nga Lagja Partizani. Faleminderit. Tatuajt janë të çuditshëm, po s'ka parë partizanët. Komplimente për përgjigjen e rrezikshme. Ishte riski. Mirëmëngjesi nga Gim Rrogozhin, si nuk e di domethënë ti marrësh pronat shqiptarëve, ti spostosh kadastrin me idenë që do i marrësh pronat me dhunë dhe pa dieninë e pronarëve. Ku ndryshon kjo me 97-ën? Askund! Nga Italia më thot mirëmëngjesi, pa një protest fort dhe pa një grev urie të deputetëve, vetëm kështu arrihet qeveria teknike me protesta paqësore në orën 17:00 e mban Ramën në pushtet. Edhe ka ca nga PD-ja që janë për dietë. Po ka. Për një dietë, le ta bëjnë një dietë në shesh, për shembull, një të mirë, aty të zbukurohet, të kujtohet si u zbukuruan ca te greva urise e PS-s. Se PS-ja ka vënë dhe çadër në bulevard, kanë bërë dhe ushtua pak numri i pizzerive vërdall, po kjo është histori tjetër. Ca u dobësuan. Ose ndoshta u dukun sikur u dobësuan nga mjekra e pakuruar, po. U këndonte Elsa Lila në çadër. E mbaj mend këtë. Se lauti si pikon. Mirëmëngjes. Sa e mundur është qeveria teknike, nuk di të them, por një gjë është e sigurt, që është e domosdoshme, thot një numër me 799, ndërkohë nga Gjermania mund të jenë zoti Shehaj me 049, mundet jetë. Jo, ky ishte jo faleminderit. Prit se është çik paradoksal zëri i zotit Shehaj, është dhe nga Vlora dhe zë i holl. Lore, faleminderit, nuk e duam. Mirëmëngjes, styri qeveri teknike është gjë mirë, por pyetja është ku do i gjejnë ata njerëz në Shqipëri që nuk janë hajdut dhe jo partjak për ta formuar atë qeveri teknike. E di që nuk duket për shkak të përditshmërisë dhe realitetit të bombardimit me analistët të kallupit të atyre shokëve të tu. Por ka shumë njerëz teknik në Shqipëri që janë jo partjak edhe njerëz që sigurisht bëjnë detyrën e tyre. Sikur të mos të dëgjojmë atë, se kuptova, mos të dëgjova më bërë Iva Grillon të Krasta. Më duket se po i vim rrodhë, thonin gjithë kanë një logjik normale, por nuk e themi për të ruajtur etikën. Populli është më ignorant se çka qenë para 30 vitesh. Ja. Kam dyshimet e mia për këtë. Keni probleme me linjën, ju lutem, keni punësuar dhe filipinez madje. Si ke probleme me linjën? Foli kësaj Griseldës që kemi në filipinezës që kemi aty ke telefonatat. I themi Juli shkurt. Vazhdojmë me telefonat tjetër për shkak, ata provojmë, ta vëmë në provë teknikën. Mirëmëngjesi. Ja, urdhëro, shive. Unë e shkruaj mesazhin. Po, ja pra, çka ke qarkohesh? Kapalien tash të treta tani. E meriton të mbyllë linja vetëm se na ke shar. Jo. E lutem, tani. Jepi. Qeveri teknike në Shqipëri nuk ekziston, nuk mund të bëhet për arsye. Pse? Polica ke me shumicë, patronarvista ke me shumicë. Po. Doktor e infermier pa shkollë që shkon për barkun, për stomakun e del me zemër, që kërcënohen me vendin punës.
Edhe kur të bërë, dalim atje në protest, ndjedhë me 500 veta, 1000 veta, 200.000 veta, se s'kemi, do më thonë, jemi të 30% e votës, e protestit, e si do fitojmë, në mëtë dorëtojmë, e një ramën, me cilë. Më thuj. Po ka plot mënyra? Po ku mënyra po? Po një metodë para që një qeveri teknike konsensuale që mos të ketë Ramën kryeministër për shembull. Në qoftë se BE-ja vend sanksione 1, Amerika 2 e di Rama bie. Për popullin shqiptar do të kesh pushtet një lloj si u shoku ky Maduro, Ramaduro. Një lloj. Dakor. Pas bie kur, harroj këtë muhabet. No jemi demokrat, ne nuk kemi bërë për demokraci, mosha ime se jam 53 vjeç sot. O, s'ka për të bërë për shi, burrin ja nuk e di se kush është Tom Doshi në Shkodër, çunin voto për Tom Doshin në Tiranë. Zot na ruaj. Po ai nuk rrezohet dot, jo. Tash i voton kanë në pëlqim në afinitet apo për Po ka lekun Albania, ka lekun, moj, që më shkoj mëndja. Ka lekun. Mu shiskër ka vota. Po janë ani, shkon atje në rjoll atje, mbledhen ata pronarët e tokës, dem baba dem, vinë ata patronazhistat veshën me uniformën policie si nuk ekziston në polici. Dhe shkon atje, nuk e di se ti leve puna, se di se veriori për gjeng jarganën për i flesh një thonë ne, mik. Po, pamje të rënda shumë ato në rjoll, i kemi edhe ne të kjo lista e videove që kemi, i shef këto, ja, këtu thot pamje nga rjolli. Sherri që ka ndodhur atje. E si histori tjetër. Kjo mirëmëngjes, Flaku dhe Greta, qeveria teknike bëhet e mundur vetëm nëpërmjet revoltave dhe Ramat mos jetë në pozicionin e kryeministrit. Mundësisht jetë një kozgjatje 1 vjeçare. E para në fakt do duhet ishte pak e gjatë. Kam përshtypjen pa. E gjatë, e qëndrueshme. Shumë ndryshe nga ç'po propozon dhe telefonuesi. Ndërsa në Maqedoni për shembull e kanë instaluar tani mos si praktike dhe nuk kanë probleme, mund ta bëjnë edhe pak më shkurt. Flavio, qeveria teknike është shumë e vonuar, madje duhet që pas mandatit të dytë. Për mandatin e dytë fitoi opozita atëherë. Si ta bënim asaj? Ngusht, por fitoi. Ngusht fare, por fitoi. Ndërkohë këta janë atje në parlament, ne skemi të hypim dhe një autobuzi qelben erë që nga më shkutri dhe të Palloshi. Dhe janë të tërë t'i pështysh në Surrat. Pa cip. Po kur s'ka nga cip i bjet i lash po i pështyve. I shflanca nga këta. I përmirëson, i zbukuron po t'i ofendosh. Na qenë dhe fotografi për shumë. Që fotografi na qenë? Cilësia rrugve. Vazhdon asfaltimi edhe në ndroq si në Fushkruj. Faleminderit. Që ta dishti Greta? Po. Ky tender i rrugës ndroq Plepa, e disa kohë ka që është bërë. E disa ka që pos gjatë. Sa ka që shtator? Të cilit vit? Në shtator të mandatit 2. Ja. Jemi në mandatin e 4. Po. Ndroq. Shpremtuar, është një rrugë atje që do e bënin këta, se nga që donin të bënin me pagesë autostradën, me ligj do të bëjnë një rrugë alternative me të njëjtin standard, po jo aq të shpejt. Me të njëjtin standard. Me të njëjtin standard. Kështu thot ligji, ore ku dëgjoj unë tani ligji, nga këto budalliqet që lexojmë ne që na i çojnë juristët. Mirëmëngjes të dyve, a do për qeveritë teknike Agron Sheaj? Jo, faleminderit. Por çfarë mendon telefonuesi në radhë? Ma gjen çika të kur thot ai, jo, faleminderit, të lutem se jam shumë kurioz për zërin e Agron Sheaj. Duhet edhe nga Vlora, gropa kaq këtu. Më Flavio. Na, gropa këtu, na. Hajde, telefonata. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë erdhe. Ju përshëndes të dyve. Edhe ne të dytë përshëndesim. Jeni një dyshe simpatike, koleg në kuptimin e vërtet. Jepi. Përsa i përket temës që keni për qeveritë teknike, a më dëgjon? Po. Unë e dëshiroj që të formohet qeveria teknike dhe unë kam përgatitur edhe kabinetin. Ke dhe kabinetin? Wow. Po, kryeministri Kalaja. Kush Kalaja se ka shumë kala këtu? Po Kalaja ke Shqipëria, po ajo avokatja e mrekullueshme. Adriana, kryeministër teknik. Adriana Kalaja. Ministre mbrëmshme. Lala. Kusha? Cila? Lala. Lala. Klodiana.
Lodiana. Dakord. Ministër I jashtëm, I mrekullueshmi. Halil Kastrati. Ai që ishte mbrëm edhe I Partisë Demokratike është ai me fjala avokat. Ja harrova emrin me thënë drejtën. Kush? Marash Logu. Marash Logu, okej. S'është tamam teknika. Pastaj për të tjerë. Për të tjerët Nuk digja nga Kurbini jam. këto kryesorët I paske, brendshëm jashtëm kryesorën. Dakord. Dgjoj, nuk duket tamam teknike, ë? Nuk është që ke vështirë ta pranonin të gjithë, megjithatë përshëndesim zotrin vetëm që kemi edhe një me agent komplet kështu pyet këtu. Për mua thot monarkia shpëton Shqipërinë nga zhdukja si kombinati, vetëm monarkia. Monarkimi. Nëse keni nevojë për një shije. Pastaj dëgjoj. Nëse mendon monarkinë, dhe me që jemi ke burrat me zot holl. E kemi atë videon. Princi Leka I shkon shumë fjala Princi Zogu. Zogu. Mund të shkoj dhe deka, po. Dakor, dajnë ta çojmë çikat videon e konshehit. Për qeveri teknike, jo faleminderit. Qeveria teknike nuk na duhet, nuk e duam. Nuk na duhet dhe nuk e duam. Nuk e duam. Nuk I duhet dhe nuk e do. Ky jo sikur dëgjoj ofertë për qeveri teknike, po sikur shkon dëshmitarët e Ovajit. Jo faleminderit, kulla e rojes, jo faleminderit. Nuk e duam, nuk na Dakor. Okej, mirëmëngjesi, o djalë. Vendi ndodhet në krizën më të madhe ekonomike, institucionale, morale të qeverisjes e të tjerë. Ja. Mendoj se qeveria teknike për një periudhë caktuar është e mundur. Dhe diçka tjetër, mos do na djegi lajmi ky. Dakor. Dje Prokuroria e Durrësit dha 33 masa sigurie për mbetje të rrezikshme në vend që të arrestohen Kumbaron dhe Vëngun, e psojnë zyrtarucët tota bazi nga Tirana. E kemi listën dhe nuk janë 32 apo jo, Greta? Nuk ishin 33, po ishin 32. Masa sigurimi që pritet të ekzekutohen në fakt. Si pritet? Pritet të ekzekutohen? Jo, janë ekzekutuar? Janë. Do më thënë, vetëm kanë premtuar 32 masa sigurie. Ti nuk e shpres në. Kam besim të plot ke prokuroria e zakonshme e Durrësit. Nuk është as prokuroria speciale. Prokuroria e rëndomt. E zakonshme. Po për këta emrat, në fakt, më pëlqeu o termi që ishte përdorur tek mesazhi, janë Marieta Përlala, Arta Dollani, Arta Dollani. Edhe persona tjerë që kanë funksione të rëndësishme, administrator, pronar të kompanive private. Kanë mjaftuar gati 2 vite hetim që Prokuroria e Durrësit ta finalizojë këtë çështje, duke lëshuar 32 masa sigurimi që variojnë nga arrest në burg, arrest shtëpie, si dhe detyrim parashitje. Pse I kanë arrestuar këta? Po, është eksporti I dyshuar I mbetjeve të rrezikshme nga Shqipëria, që është denoncuar në fakt që më 5 gusht të vitit të shkuar nga Basel Action Network, një organizatë mjedisore me qendër në Shtetet e Bashkuara. Kjo organizatë operon. Pas kanë qendër në Shtetet e Bashkuara dhe emrin e kanë nga Baseli? Interesante shumë. Interesante është. Kanë ngritur alarmin këta. Po Kumbaro dhe Pirovengu? Çfarë? Ata çfarë? Nuk dini gjë. S'kanë lidhje me këtë punë ata. Flavio janë shumë të ngarkuar me shumë çka. Kujt do t'i interesonte një anije gjigante kontenjerësh prej 175.000 ton e linjës Maersk, që është zhdukur në fund të korrikut nga radarët pranë Cape Town, në Afrikën e Jugut, pra nga Shtetet e Bashkuara është raportuar kjo. Anija ndërkohë po kalonte nga Afrika e Jugut pas një sinjalizimi të bërë prej saj tek autoritetet vendese. Bazuar në të dhënat e ofruara nga një sinjalizues, Basel Action Network beson se anija në fjalë është dhe një anije dytë kontenjerësh e së njëjtës linjë ka ngarkuar në portin e Durrësit në fillim të korrikut rreth 100 kontenjerë me mbetje të rrezikshme, të cilat vinë nga hiri o gjasheve metalurgjike elektrik me destinacion Tajlandën. Shumë e komplikuar si çështje, por e perceptuam se çfarë përfiton. Ishte pak e komplikuar, por qem duke I ngrënë ne të gjitha, domethënë, ato thua se nuk ndenjën këtu. Si për herë. A thua se kjo buzëqeshje nuk është sponsorizuar nga hiri metalurgjik për shembull dhe mushkrit tona nuk janë rrjedhimisht mirëmëngjes, po është e mundur qeveri teknike kur do jetë ai moment që të ikin hajdutët, se turp nuk kanë, kur thon hajdut
thonë se ke vjedhur, Letike dhe Taulanti që flet për rrugën e Librazhdit. Pse nuk flasin më, janë shëmbur të gjitha rrugët që inauguroi Bela. Mira nga Durrësi. Mira, janë shëmbur pak tash. Çfarë problemi ke ti, thot atë? Ç'është problem ka? Ç'mund të pretendosh? U shëmbën do i rindërtojmë, se edhe rrugët do rilindim që i rilindëm, të rilindurat. Në të ardhmen e largët. Taulanti më kujtoi një video shumë interesante që mund ta ndjekim pas pak sepse kemi një telefonat në këto momente. I lanë shove të dyja për një herë. Alo, mirëmëngjes. Ju uroj shëndet të dyrit. Faleminderit. Edhe ne të urojmë shumë shëndet. Unë do të fol për Llakën, për Shehin, për Stalionin. Ata s'kan më marrë vota më me dalë të vërtet sot në gjallë. A Stalioni as i ka rrejtë të bëkat në hongë. E të mërvesh. E kuptova. Ata s'kan më marrë vota më me dalë të vërtet. Beja pak shu. Ja. Qa Shehi s'kan më vota më. E kuptova, faleminderit. Dakor, të përshëndesim zotërin, mirëmëngjes. Desha të ngrej një problem tjetër, mos dëgjoni nga këta që dalin në panelet e darkës, sidomos bashistët. Ditën rrinë ma i dutët e rilindjes, në dark në hapin mënd se si duhet jetë opozita shumë e bukur. E bukur ishte. Accurate, ishte sakt. Koherente, por sugjerimi është shihni programet e mëngjesit. Po, duhet të jetë se si duhet jetë opozita, se çfarë lideri është ai që ka pirë qumë, është prishur, i madhi, Saliani. Ky është, njëri është Agim Baçi, për shembull, e kam parë me ministrin e brendshme, mos i nxirr horliqet e të gjithëve kështu. Po pra, lutem, ne i dërgoni me foto, jo. Po pra, që ta përcjellim dhe ne, po ta themi njerëz si thashë them. E kam parë me ministrin e brendshme te pedonale ku shkonte për në parlament. Nuk më lan t'i bëja foto rojet e ministrës. Jam 60 vjeç dhe sa arrita. Po pse? Është më 60 vjeçarët. Të fikin derën. Po pra, në Yield Benja, në çfarë do lloj platforme digjitale. Po, kadastra, i kadastra. Po. I djela. Shumë interesante që në çdo qytet në fakt janë hapur biznese të vogla që suportojnë. Po, kancelaritë e dikurshme që falimentuan, internet kafe tani janë. Po tani polarizojnë frikshëm. Po, mua më pëlqen sidomos ato. Bëjmë aplikime për loterinë amerikane. Ku janë ato tani? Jo, ato ikën të tëra se... Do mërin me kadasër, pra. Nga kanë prer vizët. Normale. Çdo që what goes around, comes around, do thonë amerikanët. Ndërkohë unë, që ta dilim, më ka ardhur informacion këtë ditë, po pres sigurisht edhe fotot, një nga këto politikanët që bëjnë sikur janë opozitar, po janë opozitës, në fushat gjatë 11 majit, ca takime në zyrën e Belës. Tek ajo zyra e famshme? Jo, ke zyra. Ministri, zyrën ministri, jo zyrë sekrete. Në kokër të ministrisë në kulmin e fushatës 11 majit. Burrë, jo shaka. Çfarë ndodha? Burrë, i që u takuan aty, kaluan bukur bashkë. Mirëmëngjesit të dyve, ju e kishit një qeveri teknike të gjashme, ju, unë. Kush? E ke pasur ti? Unë? Unë mbajbën një... Kredi kam pas 6, po qeveri teknike ende jo, përfshi dhe ministrin që mbulon të mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe të gjithë zëvendësministrat firmosën deklaratën e zgjedhjeve të rregullta. Dhe sa u pas se PD po humbiste doli dhe qeveria teknike mashtruese, nuk duhet qeveria teknike, por duhet Ristani në krye të KQZ-s. Më duhet se është rikthyer prapë në KQZ Ristani, më duket, po jo në krye. Në krye, ja. Si keni një Flavio, qeveri teknike duhet me patjetër ose me kap armët e më u përlesh me komunistat e patronazhistat, ndryshe s'ka rrugë tjetër. Përshëndes, zoti urujt, është Goni nga New York. Goni je mësu keq në Amerikë që kapin njerëzit armët për të luftuar për drejtat e veta. Këtu nuk lejohet. Goni. Kemi opinione pikë së pari. Tu ka shtet. Telefonat. Ka shtet këtu. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Selam dëgjon. Ua. Selam dëgjon. Oj të dëgjuar. Dëgjon pra. Hapa. E dira më thuaj. Tanë jam fat gjithat e fikut. Vetë vënë dorë njënën para njënën mbrapa. Edhe një zonjë. E dira duhet ju kanë thënë gjithat e fikut. Me çka më luaj me njënën dorë para njënën dorë mbrapa. Dakor, faleminderit. Mirëmëngjes, pa mbaruar afatin 90 ditë i vendosur nga Departamenti Amerikan, s'ka asgjë, por protestat vetëm mund të përshpejtojnë kohën më shumë.
Është ai NDAA që kanë firmosur në Departamentin e Shtetit do të jetë. Dhe mbi të gjitha, me që jemi te këto gjërat NDAA, edhe Këshilli i Evropës na ka dërguar ca trupa pak support. Pak të sikletshme njerëz, pak fare. Ja për çka kanë ardhur për shembull. Greta na trego pak. Komiteti antitortur në fakt shohet i Këshillit të Evropës ka kryer një vizitë zyrtare në Shqipëri. Në njoftimin zyrtar të tyre thuhet se janë takuar me zyrtar të lartë në vend. Po ashtu janë takuar edhe me avokatin e popullit, ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë. Ndërkohë ata do të përgatisin dhe një raport që do të publikohet në vijim. Në prill të vitit të shkuar, në fakt, nëse ju kujtohet, ka qenë kreu i opozitës Ali Berisha që deklaroi se ishte takuar në Strasburg me përfaqësues të komunitetit në fjalë. Ai ka shprehur aso kohë pata një takim të veçantë në Komitetin Antitortur. Ai është komiteti vetëm i kësaj natyre me lidhje të fuqishme me institucionet e tjera. E informova për gjendjen dramatike të burgjeve dhe jo vetëm të burgjeve, por torturën që ushtrohet në komisariate dhe në qeli. Për serialin e vdekjeve të të rinjve shqiptar si kur ndonjëherë me potencialin më të madh të helmuar nga droga. Për gjobën e tmerrshme që paguajnë të burgosurit gjerë në 2.000 euro për të pasur kushtet më minimale të mundshme. Një vëmendje të veçantë kishte këtu tortura publike që ata i bën ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit të parlamentit Ilir Metës. Këta zotrinj informova se shqiptarët kanë humbur përfundimisht parimin e prezumimit të pafajësisë, pasi në burgjet e tyre 67% e tyre janë të paraburgosur. Nuk ka një vend të dytë në botë, ka deklaruar Berisha atëherë. Në fakt i ka denoncuar her pas here kryetari i opozitës këto probleme dhe shkeljet që ndodhin. Së fundmi edhe ish kryeministri, ish presidenti Ilir Meta. Por mbetet për të parë se cili do të jetë vendimi i Këshillit të Evropës dhe Komitetit Antitortur. Flavio, për sa kohë që ky popull i paditur, se përsej këtë, vë së pari pyetjen kush do vi në vend që të mendoj ta heqim këtë e të vi kush do qoftë, ne nuk shpëtojmë nga rifundosja. Edhe këtë që dëgjoj. Preambula ishte e hidhur, konkluzioni jo dhaq. Mirëmëngjes Syri, po duhet më parë qeveri teknike se djalli pa qeveri është i humbur, ndërsa shehaj është Çiki Ramës. E mos i fto fare këto. Nga Franca shkruaj, të bëhet sa më parë aty, se aty e marrin kufon. Okej, mirë, përshëndesim mikun tonë nga Franca, mirëmëngjes. Qeveria teknike duhet jo më pak si 6 muaj mundësisht jetë teknike dhe kryeministri të jetë një shqiptaro-amerikane, ekonomist. Shqiptaro-amerikan, shqiptare-amerikane, ekonomiste. Njeft në një ti? Jurikim. S'është ekonomiste, ajo dhe s'është as tamam amerikane. Ajo është nga territore nën kontroll amerikan, po nuk është nga Guami, është pa drejt vote. Pa kur votohet për presidentin e SBA-ve, ajo nuk ka drejt vote. Kanë të drejt vetëm ta shohin nga televizori, si Altin Goxha praktikisht. Kanë të njëjtin interes për të parë kush është presidenti i SBA-ve, po kaq. Madje Altini më duket se ka më shumë afërsim se çka një familjar që është në Amerikë. Kështu që prap e ka më të mundë. Ndikon më shumë Altini, domethënë te zgjedhja presidentit se Jurikimi. Qëndron, nuk binda. Ashtu eci me të tjera mesazhe dhe foto miq të dashur, njëri që i ka rënë 50 herë telefonit. Jo. Edhe e ka shkruar numrin tim Flavio Mirëmëngjes. Jo, po lutem tash regjia. E ka regjistruar numrin si Flavio Mirëmëngjes. E ka ruajtur si Flavio Mirëmëngjes. Lutem regjia, do ta merrni patjetër këtë zotrin, me që është numër lokal. Të lutem, ky me 370 në fund. Është mërzitur, është drobitur duke na marrë. Nuk e di, shef regjia këtë numër, besoj? Jam e bindur që po. Ke besim? Kam shumë besim. Është në linë në këto momente, madje. Edhe Filipinët, se s'ka nevojë, alfabetin mund ta kemi ndryshe me Filipinët, po numrat janë njësoj. Vërtet? Po. Nuk ka numra të ndryshme. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Mirë se erdhe. Një diçka. Jepi. Ku ka ambasador që vjen në Shqipëri. Po gjithë tallën të kujtoheni ambasadori që ka qenë Boçaj. Po, ai që ja bën tek kështu. Po, ju tregoj gjistin shqiptarëve. Vjen të tjetër, tregon pjesën i Bashkimit Evropian. Preferencën. Tu vin vetëm sa. Unë më mend një. Nuk Fleckenstein.
Me shumë... Lut. Me shumë dëshira, vetëm shumë dëshira. Faleminderit. Të faleminderit ty për telefonatën, zotri. Ndërkohë Mirëmëngjesi Osyri, dua që t'i them opozitës, ishte masive protesta. Një sekund, mos ta ngatroj. Nuk ka reformë territoriale apo reformë zgjedhore që e bën pushtet. Në rast se duan të vinë pushtet, opozita duhet që t'i përgjigjet me të njëjtin kandidat, me të njëjtat njerëz në fushat. Nuk mund të fitojë përballë krimit PD-ja, përballë kriminalave, do t'i përgjigjesh me krye kriminal. Në rast se do të fitosh. Pak. Ose të marrësh pakës kohë. Po si mund të... Dgjoj, nuk konkuron dot faleminderit regjia, nuk konkuron dot me derrin në Balt, se fiton derri nga eksperjenca, kështu që më mirë opozita me ca njerëz pak më. Sa e bukur ishte kjo. Faleminderit. Ishte një shprehje aq e bukur, sa të rëndohet pak kohë që të marrim pakës veten dhe t'ju rikujtojmë. Mu doj shtruri hardisku për këtë shprehje kaq të fortë, po e freskoj pak. T'ju rikujtojmë që sedaton ju qetëson, ju qetësues e dikon sistemi nervor duke sjellë një gjendje relaksi dhe lehtësimi, përgjithsisht përdoret përpara procedurave mjekësore ose stomatologjike, si për të reduktuar sadopak ankthin ose stresin, por dhe në momente tjera kur trupi ka thjesht nevojë të çlirohet nga tensioni. Absolutisht. Në ndikimin e sedaton, muskujt relaksohen, frymarrja bëhet më e rregullt dhe mendja dhe trupi gjejnë ekuilibrin e duhur. Siç ne do ta gjejmë në këto momente që do të rrëmbejmë kafen e dytë për t'u lënë edhe juve pakës kohë. Edhe cigaren e dytë për ne. Nuk e rekomandoj. Për ne duan gjithë. Do të bëja një batut, po ishte shumë e pandershme. Megjithatë ne kalojmë shkëputje publicitare, rikthehemi më një herë pas pak, miq të dashur, qëndroni me ne, do vim shpejt.